Moti ka marrë një kthes drastike në ditët e parë të tetorit, duke bërë që temperaturat të zbresin ndjeshëm. Kjo e martë ka sjellë edhe rreshtje bore në lartësi mbi 1.000 metra mbi nivelin e detit, ndërkohë deri tani nuk janë paraqitur problematika sa i përket lëvizjes së banorëve, ku kanë rënë dëbor kryesisht në fshatrat e thellë të Dibrës dhe Buqizës. Prefekti i qarkut Dibrë Nezhbedin Shehu tha se aktualisht situata është jo problematike për shkak se nuk ka bllokim të rrugëve. Deri tani rënjëgur është ka patur në aksion rrugor nacional Burrel Skuraj, kryesisht në segmentin e Shkopetit, por pa penguar qarkullimin e automjeteve. Ndërkohë prefekti Shehu bën apel të gjithë qytetarëve të qarkut Dibër të tregohen të kujdesshëm gjatë lëvizjes së tyre në të gjitha rrugët, pasi rreshtet e shiut do të vijojnë. Që dje pas dite ka rreshje shiu, sot rreshtet kanë qenë me intensitet mesatar edhe në qarkun Dibër. Në orët e para të mëngjesit ka pas rënje gurësh në akset, sidomos në afërsitë të Urgjës, por janë marrë masën nga kontraktorët, është pastruar rruga. Rreshje bore ka në lartësi majet maleve, pa prek akoma zonat e banura. Nuk kemi shqetësime, po marrim masa përgatitmi për sezonin dimëror. Rrugët rurale janë të kalueshme gjitha, nuk ka shqetësime. Ku ka rënje gurësh, janë kontraktorët edhe bashkitë janë në gatishmëri, kemi marrë informacion, nuk kemi problem me qarkullimin. Sipas sinoptikanëve do të vijojë ulja e temperaturave edhe për 2 ditët në vijim, ku ditën e premte pritet që termometri të zbresë deri në 4 gradë Celsius.